Ju përshëndesim miq të Shkëndija Channel, mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në stadiumin e qytetit të Topë, sapo ka nisur dueli i Xhiros së 25 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë së Veriut, Shkëndija përballë AP Brera. Merxhani është pranë topit. Arkimi në këtë mundësi për tjerë dhe ka gol, po Shënon Besart Ibrahimi, i rregull goli 1-0, shkoi pranë realizimit në Vlan Adili, por ka shënuar të 12 gol sezonal Besart Ibrahimi. Ju treguar insistues, minuta 9, zhbllokohet rezultati pikërisht në momentin e duhur. Herët në kanosin e parë, një pritje jo e sigurt e portierit Vërgov, më pas topi u kthye në zonë dhe ai që shtyu në rrjet ishte pikërisht ai që gjithmonë gjendet aty në vendin e duhur. Reshat Ramadani ka hapësirë për goditje, jo, luan me Merxhanin, do provoj goditjen, po në duart e Vërgovit. Andonov, arkimi i tij, kemi të toleruar pa nevojë aty, shkon ta bllokoj, Trumçi bashkohet në sul, e merr këtë topë shumë premtues ky aksioni i tanëve, ky top në zonë për Besart Ibrahimin, e majt aty Sky Portës është devijuar në këndore. E dyta rivënje nga këndi, Besart Ibrahimi shkon pranë golit dytë në këtë ndeshje. Nuk kemi në lojë, fiton Ademi. Latifi. Nëso për para, Liridon Latifi. Edhe më te ai, i afrohet zonës, Liridon Latifi ka hyrë në zonë, Liridon Latifi do ketë asist Latifi dhe Ibrahimi nxjerr topin nga. Në momentin kur më lehtë kishte ndoshta të shënoj, janë të rralla këto momente dhe këta huqe të Besart Ibrahimit. Bëri punë shkëlqyeshme në këtë aksion Liridon Latifi. Minutës së 9, kur shënuam golin e përsis. Janë shtyllë parë sërish e njëjta skem, ka prekje me dorë, jo, i heqë këtë top cakës nga këmbë aty, numri 6. Krstevski, ka rëmbyer këtë top, Vane Krstevski, dalim përpara rrezikshëm, shohim shikon rreshtimin, Vane Krstevski do godet fort, jo precize djathtë e tij. Qëllim të mirë për të vënë klubin në lartësinë e dur. Ibrahimi, ky top në zonë, goditje. Sky Portës, Krstevski dhe Latifi, duke që më shumë i kanë penguar njëri tjetrit asisti Ibrahimit e 40 minutë. Një fushat mes tjerash për të kënaqur bashkë edhe me diasporën. Kjo goditje në duart e Hamzait regjistron të parën pritje. Andonov. Lën shumë rreth sigurt Hamzai. Merxhani, shkëlqyeshëm bllokon, shohim Latifi në duel shpejtësie, është i mbajtur nga brapa Latifi dhe më tej futet vet Liridon Latifi, është penguar dhe në dy raste nuk jep, po mos protesta ndaj tij. Do marrë edhe karton të verdh, por tu kam përshtypjen që Okej, mbyllet me një shtrëngim duar. Natyrisht që nuk meritonte karton të verdh për protesta për shkakun se u pengua. U zgjidh në mënyrën më të mirëmundshme, pavarësisht që po mos mbaheshte në shpinë, Latifi do kishte situatë shumë më të favorshme për të dalë përpara portës dhe të shënoj. Mbyllet kjo pjesë e parë 1-0 Bertanët me golin e Besart Ibrahimin në minutën e 9. Shkojmë në pauzën e zakonshme për të rikthyer më pas me transmetim të pjesës së dytë. Ibrahimi, sir për të, Besart Ibrahimi kërkon të majtën, jo, Merxhani futet në zonë, Zia Merxhani ka penalti, jo, thot arbitri të ketë karton verdh. Kartoni verdh për Zia Merxhanin. I dyti kartoni verdh të tanët pas Al Hasanit. Antovski, Arkon dhe ka dalë aty Astrit Hamzai, topi është në zonë, godet shpëton Cake. Penalti për skuadrën Mysafire e shkakton Latifi. Minuta 52. Astrit Hamzai, mbase ka mundësi për të bërë herojnë, godet dhe shënon aty numri 9 i skuadrës Mysafire. 24 vjeçari nga Gaboni shënon golin e dytë këtë sezon në paraqitjen e 7. Reshat Ramadani, merr Latifi, futet në zonë, godet Sky Portës. 57 minutë. Krstevski. Kalon Vane Krstevski, futet në zonë Vane Krstevski. Al Hasan. Do për Besart Ibrahimi, Ibrahimi, shënon ai,
gjithmonë ai vrasës i vërtet, kur dilemat i paraqesin të tjerët, i zgjidh Haxhi Baba. Shkëndia sërish përpara, super asist dhe super realizimi ftoht, tamam si një akull i vërtet përpara portierit kundërshtar, ai që ka vrarë portier në aspektin futbollistik, e them këtë, sërish e kthen gëzimet e tanët. Shkëndia përpara nuk ka se zhbëj në këtë moment as Flamuri, as ndonjë njeri që do të kërkonte të ndalte këtë moment të Shkëndijës. Haxhi Baba në elementin dytë gol personal. Sërish një top për Besart Ibrahimi. I afrohet zonës, Ibrahimi, edhe më të ai shënon, jo. Dorë tërkitet për të, që vështirë të përsëritet. Ja harkimi i tij në zonë, Cake ka foul, çka ka ngritur këtë Flamur, nuk vlen ky top. Realisht Flamuri kishte ngritur lart arbitri Vasilevski. E kanë thënë edhe shumë lojtarë që kanë qenë të kaluarën këtu, apo dhe këta që janë tani. Tamba i shkëlqyeshëm në këtë depërtim, Fabrice Tamba avanson, Fabrice Tamba i afrohet portën godet, traversa i mohon golin. Dorë tërkitet për Fabrice Tamba në 76 minutë. Shkëndia, Trumçi ka marrë të top, depërton bukur Trumçi, futet në zonë, Trumçi ky top, largon portieri për një moment. Tamba, edhe më të jaj, Tamba, luan atje pranë zonës, Tamba, edhe më të jaj, heft në tokë një litar, Tamba, godet ka pritur portieri. To për Besart Ibrahimi shkëlqyeshëm nga Cake. Ibrahimi nuk e merr si duhet, nuk ka kompenzim kohës. Florent Ramadani, top për Tambën, e merr këtë top, Fabrice Tamba, do ketë goditje fort. Një traversa i pafat sot Fabrice Tamba. Luhet minuta e 6, në këto momente jep shenjë për mbylljen ndeshjes Stojan Tërçevski. E 15-a fitore për skuadrën e Shkëndijës këtë sezon. Minuta e 9 dhe 61, 2 asiste të Ibrahim Al Hasan, 2 gola të Besart Ibrahimi. Shkojmë në kuotën e 53 pikëve në vendin e parë, teksa i shkaktojmë disfatën e 14 skuadrës Brerës. Ju falenderoj miq të Shkëndija Channel që keni qëndruar me ne. Takojmë bashkë në të tjera transmetime.